Përshëndetje vllazën, motra e vllazën. Unë ju drejtohem shqiptarëve të Gjergj Kastriot Skënderbeut. Por pse ju drejtohem shqiptarëve të Gjergj Kastriot Skënderbeut, nuk do të thotë se kam ndonjë mendim keq për pjesëtarët ose shqipforcat e kombit të Sultan Mahmutit, përderisa ata janë paqdashës, edhe ne e respektojmë paqdashësinë e tyre, dhe ata duhen të jenë krenar, se janë shqipforca shqiptar të kombit të Sultan Mahmutit. Por, duhet ta kuptojnë se sot e këndej do të ketë edhe shqiptar të Gjergj Kastriot Skënderbeut, që mo jeni mësu me këtë gjë, ose je shqiptar i Gjergj Kastriotit, ose je shqiptar i kombit Sultan Mahmutit. Fjalën komb e keni kuptu që është organizim politik. Kur themi ne Sultan Mahmutit, ata e dojnë kalifatin, e dojnë kalifatin deri para dyrëve të vjenjës, me sundu me ligjin e sultanit, me sheriatin e sultanit. Nuk ka të baj asgjë me besim, me Kur'an, as me hadithe s'ka të baj kur gjo, krejt është rënë, mashtrim. Tani më e keni kuptu. Pra, kombi organizim politik. Unë dhe shqiptarët si unë të Gjergj Kastriot Skënderbeut na intereson vetëm shqiptaria jonë, toka jonë, vendi jonë, që është e faktume, argumentume me prova ndryshme, është dem babadem qysh nga ajo kohë ku prindërit e juaj i zbriti Zoti prej xhenetit në tokë, prej kofshtit parashës në tokë.